Përshëndetje dhe mirë se vini në Biofolk. Sot do të kemi një emër tjetër të njohur të muzikës popullore tradicionale shqiptare. E njohur jo vetëm në skenën shqiptare si interpretuese virtuoze e muzikës popullore, por edhe si pedagoge e devotshme prej dekadash, duke nxjerrë breza studentësh pra artistësh që kanë shkëlqyer në vendin e botë. Pas pak do të jemi me artisten e mirë njohur Zina Zdrava. Zina, mirë se erdhe në Biofolk. Mirë se gjeta, Gazi. Kënaqësi, mbasi ne takohemi për herë të dytë, mbasi intervistat të këndshme që kemi dhënë para sa kohësh, dhe të falenderoj shumë që janë pjesë përsëri e Biofolkut. Edhe për mua dhe për gjithë stafin dhe për ato që na dëgjojnë dhe na shikojnë, është kënaqësi të kemi një artiste të njohur në fushën e muzikës së vërtet popullore. Faleminderit, kënaqësia është e imja. Do toja që ke një emision shumë të këndshëm, shumë të bukur, që tregon vlerat e artit ton të vërtet, artit të këngës popullore. Sigurisht është një jetë që unë kam kontribuar në këtë fushë dhe do të thoja që është kënaqësi që ti ndash të gjitha emocionet, të ndash të gjitha kujtimet me spektatorin, me telespektatorin, edhe sigurisht edhe me miqt që unë janë ardashësit e mi dhe më ndjekin kudo që unë dal apo performoj. Faleminderit. Kur keni filluar ta kultivoni këngën popullore shqiptare? Këngën popullore kam filluar ta kultivoj që e vogël. Vetëm do të thoya diçka, Gazi, që këngëtari lind. Sigurisht gjatë jetës rritet, krijon një figurë të tij, po kënga popullore sigurisht është diçka që fle brenda meje, dhe aq më tepër që është e kultivuar nga gëzimet që janë bërë në familje, nga këngët që dëgjoheshin atëherë në radio, nga këngëtarë të ndryshëm që neve gjithmonë kemi pas etalonet që unë i dëgjoja, për shembull, siç ka qenë Hafsa Zyberi, apo Fitnet e Rexha, apo Luçi Miloti, apo Naile Hoxha, e shumë këngëtar pa dashur që sigurisht emra janë, po sigurisht atëherë kishte në atë kohë shumë. Po këto ishin më të spikatura sepse ishin edhe zëra femrash, edhe mua më përshtatesh. Sidomos këngët e Hafsa Zyberit. Dhe një ndër ato këngë, nëse dua ta përmend, ishte Spas e pas pikmëshire, ose Unë ty moj të kam dasht. E shumë këngë të tjera që në errësirën e pyllit, që janë këngë popullore të mirëfillta të Elbasanit. Sigurisht që e kam të trashëguar edhe nga prindrit, edhe nga familja, dhe nuk e dija, Gazi, po ta them tani, që shumë nga njerëzit e mi familjar dinin të këndonin, se unë nuk e dija, këtë nuk e kisha zbuluar, por rastësisht në një dansëm, në një gëzim familjar që ishim, dëgjoj që kisha vajzën e tezës, kisha tezën që këndonte. Sigurisht ato nuk jetojnë më, po për mua ato mbeten se ka mbetur zëri i tyre në veshin tim. Dhe thash, po dale, se unë diku e paskëm rrënjët. Dhe doli që vërtet zëri ta shëgohet. Dhe aq më tepër që kam pas dhe nënën time që këndonte. Një jetë në skenë me këngën popullore, sa e përmbushur është Zina me karrierën e saj artistike? Pyetje e bukur kjo, Gazi. Sigurisht është një jetë, po gjithmonë njeriu kërkon nga vetja dhe mendoj që mbasi duhet kisha dhënë akoma më shumë. U krijua situatat të tilla, po gjithsesi unë e përmbushur jam, mbasi edhe pse patëm tranzicionin edhe ne na kapi në një moshë relativisht të re, po gjithsesi unë pata mundësinë që këngën tonë të bukur ta përçoja në për vende të ndryshme të Europës, të ishim si ambasador të artit tonë shqiptar. Dhe për këtë sigurisht jam e kënaqur, jam e lumtur. Mund të them që edhe pse këtu ne nuk arrinim të bënim incizime të këngëve apo të dilim në për televizor, apo sigurisht televizori është ai që të lançon dhe të jep emër. Përsëri e kishim një lloj mundësie për të lançuar. Mendoj që më kujtohet kur ishim në Francë, ne bëm një CD dhe unë aty kam 16 këngë që kam bërë, këngë të ndryshme. Kemi qenë me grupin të rinj të Tiranës.
Dhe sigurisht ai ishte një grup shumë solid, shumë prestigjioz, kishte këngëtar shumë të mirë, ka qenë profesor Ibrahim Tukiçi, si këngëtar kam qenë unë, valltar të mrekullueshëm që nga Mbeta të Romani, që nga valltar që sot kanë bërë emër, balerinë që kanë bërë emër. Dhe mundësia që ne na u dha atje në një studio për incizim ishte gjë shumë e madhe mbasi këngët u ruajtën ashtu sikurse ishin kënduar. Nuk është se ka ndonjë ndërhyrje që të modernizoheshin, po edhe orkestrina ishte e tillë që i përshtateshe këngës siç janë kënduar dikur. Dhe kjo sigurisht mua më ka plotësuar mbasi përveç Francës kam dhënë kontributin tim në shumë vende të Europës, edhe kjo më bën që të jem e kënaqur dhe të jem e plotësuar në atë çka unë kam dashur të arrij në veten time. Flasim për aktivitetin tuaj artistik. Mund të veçojmë disa nga aktivitetet tuaja gjatë karrierës muzikore? Sigurisht koncertet kanë qenë të shumta, unë kam thënë dhe në intervistet të tjera, kam qenë prej 12 vjetësh këngëtare e ansamblit Ushtrisë, po para kësaj mund të them që kam qenë në vitet 80-81 në Kosovë me orkestrën e radio televizionit të Kosovës dhe mund të them që ishte një përvojë dhe një eksperiencë shumë e bukur. Mbasi edhe atje ne kemi kënduar këngët popullore sigurisht unë të Shqipërisë mesme, mbasi ato edhe i këndoja bukur, mbasi me ato edhe jam ushqyer. Dhe koncertet të tjera sigurisht kanë qenë të shumta në për Europë, si thash, po mund të them që kanë qenë edhe një koncert në Meksik, ku unë aty kam kënduar një këngë shkodrane, Natë Zamant një Sajfurie. Dhe sinqerisht ka pas një sukses të jashtëzakonshëm. Nuk e kisha menduar që kënga jonë do përçoheshe deri atje kaq bukur dhe kaq e mirëpritur nga ana tyre. Sa dhe arrinin dhe të më thonin dhe këtë që juve jeni këngëtare e shkolluar, paçka se unë sigurisht kam një impostim natyral, kështu e kam pas që kur kam dalë si këngëtare. Dhe kjo më bënte që të ndihesha mirë dhe vlerësuar. Mund të them e shumë edhe koncerte të tjera në Itali. Shkuam dhe unë këndoja pikërisht këngët popullore, po sigurisht kam kënduar, kam lëvruar edhe këngën shkodrane. Dhe ka qenë kënga Bishalecat Pal Pal. Në momenti që këndova, ai del speakeri dhe thot e dëgjoni, thot, çfarë këngëtare e mrekullueshme, thot, me kë ju ngjan kjo këngëtare. Sigurisht atëherë ata kishin Orieta Bertin, e kishin idhull si këngëtare. Dhe në moment i thon, sepse unë kisha dhe vajzën me vete, Ulpianën, dhe i thon çfarë di mami, çfarë pëlqen mami të këndoj. Dhe vajza i thot, mami këndon shumë bukur këngën napoletane. Dhe sinqerisht i thot spektatorit, po unë pa i ditur që vajza i kishte thënë këtë gjë, thot këngëtarja këndon dhe shumë bukur muzikën edhe këngën napoletane. Doni të dëgjoni diçka? U surprizova, me thënë të drejtën. Dhe aty kam kënduar një këngë Reginella. Po të mendosh pa u shoqëruar as nga orkestrina, sepse nuk e dinin. Dhe unë kam kënduar si me a cappella, si themi ne, pa shoqërim orkestral. Dhe sinqerisht jam mirë pritur shumë dhe jam vlerësuar shumë. Kështu që këto janë kujtime vërtet shumë. Si një prej artisteve dhe këngëtarëve që e keni kultivuar dhe ruajtur me fanatizëm këngën popullore shqiptare, të marr një mendim për këngën popullore sot, ku qëndron dhe çfarë ka ndryshuar? Shiko, unë mendoj që sigurisht jeta evolon, gjërat marrin më përparësi. Nuk mund të them që gjithçka është dukur, sepse kënga përsëri po lëvrohet, përsëri po mbijeton edhe po lulëzon. Sigurisht me orkestracione të reja, me aparatura të reja, incizimi, se nëse ne atëheri kishim mono, tashti janë, ju i dini më mirë, stereo.
Kështu që sigurisht që gjërat kanë arritur si me thënë të mbjetojnë, po të mbjetojnë bukur. Dhe ka ta këngëtarë që vërtet din t'i ruajnë vlerat. Krahas këtyre sigurisht ka edhe këngë që nuk mendoj që mund të jenë këngët tona popullore, sepse janë huazime, janë këngë që janë përkthyer dhe vetëm se kanë atë ritmin, se sigurisht gjithë Ballkani kanë pothuajse 7-8, kanë ritmin e përzierë, sikurse edhe ne. Dhe duke qenë e njëjta gjë, mendojnë që kjo është këngë shqiptare, por nuk është këngë shqiptare. Megjithatë janë mendje, din këta, kjo është. Po, do të thoja që ka dhe këngë të bukura të reja. Mund të them që Artiola Toska për shembull ka disa këngë vërtet bukura me tekste të bukura, që janë edhe këngë që kanë brenda edhe një fabul apo kanë brenda një tekst që vërtet i përshtatet edhe melodisë, por që janë dhe këngë që vërtet tregojnë diçka. Kurse ka dhe këngë që janë për të dëshiruar me 2 fjalë, fillon dhe mbaron kënga dhe është për mua është nuk e di, të papranueshme. Prej shumë dekadash keni dhënë një kontribut të madh edhe në fushën e mësimdhënies si pedagoge në Liceun Artistik dhe Akademinë e Arteve. Na trego pak si jeni ndier në këtë fushë të mësimdhënies duke edukuar një brez të ri artistësh. Pyetja e bukur kjo, Gazi. Sigurisht unë me pasion e kam bërë, me shumë dëshirë, me shumë përkushtim, po do të thoja që mbase në momenti që unë u gjenda për të dhënë mësimdhënien, ishte një moment që unë mbase duhet të kisha vazhduar si këngëtare, jo se nuk vazhdova, po duhet të vazhdoja vetëm në atë drejtim. Po duke menduar që situatat ndryshuan, sigurisht unë do të mbaja dhe vetën dhe familjen, edhe ishte një gjë që ma kërkonte vetë koha për të përkushtuar në këtë drejtim. Është një punë vërtet shumë e bukur, me shumë përgjegjësi, dhe fakti që unë e kam dhënë me kaq dashuri, me kaq përgjegjësi, do të thotë që fakti që kanë dalë në skenë shumë e shumë të rinj, që unë edhe sot krenohem me këta të rinj, do të thotë që unë gjeta veten aty dhe e kam dhënë pa asnjë lloj kushtëzimi. Mund të them që krahas muzikës klasike, që sepse në lice apo në akademi, sigurisht ajo lloj gjinie muzike lëvrohet, po ai student apo ai nxënës që e ka të brendshme muzikën popullore apo gjinin e të tjera të muzikës, sigurisht duhet t'i mëshosh më fort për t'i evidentuar këto zëra të ri. Janë pak të rrallë, sigurisht, por që me kohë e gjenë veten e tyre, unë jam munduar që t'jap më të mirën. Sigurisht, duke dhënë edhe në drejtim të muzikës popullore. Mundohesha t'i jepsha gjithmonë që ta njohin këngën popullore, ta njohin artin e tyre, se pa njohur artin e tyre nuk kanë se si të njohin artin tjetër. Mendoj që kjo ka qenë përkushtimi im edhe rezultati unë dhe siç e dini e kam parë tek vajza ime, tek Enkeleda Kamani, tek shumë emra të tjerë që ndoshta ke Gerald Murria, tek Mariza Ikonomi, sepse ka qenë nxënësja ime, tek Marieta Billo, e shumë këngëtarë që kanë performuar në për skena. Ju e përmendët që keni edukuar një brez artistësh dhe përmendët disa nga emrat, por flasim për vajzën tuaj, Ulpiana Aliaj, e cila është tashmë një soprano e njohur me famë jo vetëm në Shqipëri, por ndërkombëtare. Si jeni ndier në suksesin e vajzës tuaj në rrugën e këngës? Shumë e drejtë është. Tek vajza unë shikoj mëshirimin tim, shikoj vazhdimsinë time, pa çka se unë mbase edhe akoma vazhdoj të këndoj, po gjithsesi një vazhdimsi e imja është shumë gjë e bukur dhe unë ndjem krenare për të, për ajo çka ka arritur, e ka arritur me punë, me shumë përkushtim dhe me shumë dashuri për artin. Dhe ndonjëherë i them mam, je lumtur që je përkëngëtare, jam shumë, thotë edhe jam falenderuese për atë çka më ke dhuruar dhe çka më ke edukuar. Sigurisht
do bëhesh këngëtare ose do bëhesh i them ndonjëherë do bëhesh ose këngëtare ose usharake. Mori drejtimin tim që e fati im që ishte vazhdimësia ime. Vërtet jam krenare për te, sepse edhe ajo vazhdon akoma të këndoj, por njëkohësisht është edhe në drejtimin e mësimdhënies, është edhe pedagoge në Akademinë e Arteve, ku e shikoj që e ka me shumë dashuri, me shumë përkushtim, dhe mendoj që do të ketë rezultatet e saja dhe ajo do të krenohet një ditë, si që krenojmë dhe unë me nxënësit e mi. Mendoj që edhe Ulpiana do të shijoj edhe këtë drejtimin tjetër të mësimdhënies. Unë besoj që ju keni kënduar bashkë duet, po ndoshta do t'ju shohim së shpejti një duet për publikun që t'ju shohin pra ato që ju duan, qoftë Zinën, qoftë dhe Ulpianën. Patjetër që po, unë para ca kohësh këndova një duet me Ulpianën, mbasi ishte 60 vjetori i Akademisë Arteve, i Fakultetit të Muzikës, dhe aty kënduam duetin e luleve nga Delip, nga Opera Lakme. Mendoj që ishte hapi i parë që ne bëm dhe shpresoj që të kemi dhe të tjera, patjetër që e kemi në plan që të bëjmë duete, po ndonjëherë i them mam, duhet të bëjmë këngë popullore. Mbasi, patjetër, edhe ajo i ka dëshirë, edhe i këndon shumë bukur. Pa çka se më thot, jo mami ti këndon shumë bukur. I them e ke gabim, unë ta kam ushqyer kaq mirë këngë popullore, sa ti e qendisit. Kështu që ecë edhe në këtë drejtim. Para pak kohësh jeni vlerësuar dhe me titullin e lartë mjeshtër i madh nga Presidenti i Republikës, një titull më së i merituar, por pak i vonuar. Si e përjetuat atë moment? Më mirë vallë se kur, Gazi. Megjithatë, unë mendoj që është kurorëzimi një pune të madhe, një pune gati 50 vjeçare, në skenë, në mësimdhënie dhe kudo. Sigurisht është një vlerësim që mua më bën krenare, më bën të ndjehem shumë e lumtur, më bën të ndjehem e motivuar për të vazhduar në këtë rrugë, për të vazhduar në mësimdhënie dhe për të vazhduar pse jo në të kënduar. Unë e vlerësoj shumë edhe jam shumë falenderuese për këtë titull që mua akordua nga Presidenti i Republikës. Dhe falenderoj edhe publikun që më ka mbështetur tërë jetën, tërë kohën, sepse publiku është testuesi më i mirë për këngëtarët. Nëse publiku sot e kësaj dite mua më mban mend, më nderon, më respekton, unë ndjem dy fishe lumtur, sepse dhe dje më ka duartrokitur dhe sot më nderon si artiste. Dhe vërtet që e vlerësoj shumë, është gjëja më e bukur kur ke rreth vetes njerëz që të admirojnë edhe të gëzojnë për arritjet e tua. Cili do t'jetë angazhimi juaj në vijim, pra keni disa projekte artistike kur mund t'i zbuloni për ato që po na ndjekin? Angazhimi im është që unë në fund të gushtit shkoj në Turqi me grupin Shqiponjat e Vogla, që është në Kanada, dhe jam pjesë e tyre që do të performoj në Turqi në një festival. Dhe në tetor jam eftuar si antare jurie e një konkursi ndërkombëtar që zhvillohet në Sicili të Italisë. Dhe jam ndjerë shumë e surprizuar se thash unë në Shqipëri dhe zëri im pas ka shkuar deri atje. Dhe mendoj që është një impenjim dhe një obligim që do ta bëj me shumë dëshirë dhe me shumë pasion. Së fundi, zonja Zdrava, një mesazh urimi për gjithë ato që po na ndjekin edhe për adhuruesit tuaj, një mesazh nga ana juaj. Të falenderoj një herë që më bëre pjesë të Biofolkut, sepse është një emision fantastik. Unë e kam ndjekur dhe me këngëtarë të tjerë që juve keni marrë dhe lançon shumë artistë, shumë vlera dhe do të thoja që
arti i popullit është art i vërtet. Është një art që gjithkush e do. Është një art që gjendet kudo dhe që në çdo gëzim apo në çdo event që mund të bëhet, arti shqiptar apo kënga popullore është gjithmonë e pranishme. Prandaj duajini dhe ruajini fort këtë vlerë kombëtare. Një mesazh shumë i bukur dhe shumë i vërtet për ato që po na ndjekin. Unë të falenderoj sinqerisht, turoj të keni shëndet dhe suksese në vijim të karrierës suaj. Faleminderit, kënaqësia imja, shumë faleminderit. Sukses edhe ju.